2 ditë më parë, redaksia jonë publikoi një video ku shfaqe apeli Elizabeta Çokut, ku ju akuzonte për dhunë, teksa kërkonte edhe një streh për familjen e saj. Menjëherë pas publikimit të rastit, keni kontaktuar me redaksin për dhënë versionin tuaj. Cili është ai? Po, kam reaguar. Unë me Elisabetën kemi gati 8 muaj që jemi ndarë. Edhe për këtë çështje kemi bërë divorcin të gjitha. Unë kam marrë dënimin këtu në Itali. Kemi bërë paljen, si i thonë, më shfalur dënimi. Elisabeta ka 8 muaj që ka ikur në shtëpia ku jetoni. Unë nuk është se kërkoj një gjë të madhe në Elisabeta, se ato gjëra që ka thënë Elisabeta pjesërisht janë të vërteta, se janë edhe me dokumenta, unë s'kam si ti mohoj. Unë thjesht donë nga Elisabeta që mua privatësinë time mos ma cënoj. Kemi 8 muaj që jemi ndarë edhe unë nuk dua t'ja di për Elisabetën, thjesht për fëmijët kemi një marrëdhënie. Edhe nga Elisabeta do që mos më cënohet privatësia apo të më bezdis në telefon se Elisabeta ka borxhe, ka marrë borxhe në për banka, edhe duhet t'ja shlyej unë apo dikush tjetër apo përdor edhe preteksin për shtëpinë. Nesër pas nesër Elisabeta mund të kërkoj avion. E do filloj prapë me këtë histori që jo ish burri më ka raur e jo kështu. Mos më duket normale kjo gjë, ne kemi bërë të gjitha me gjykat, janë me dokumenta, janë të firmosura, janë të vulosura, mund t'i kërkoni edhe Elisabetës. Unë thjesht dua nga Elisabeta që mua në të tilla raste mua mos më përmend më për nevojat personale. Sa për fëmijët, gjykata e ka vendosur se sa duhet të paguaj unë pensionin ushqimor për fëmijët, edhe çdo muaj unë kam edhe me fatura që i kam dërguar lekët Elisabetës. Elisabeta mund të thotë edhe që si kam dërguar unë thjesht i kam faturat në shtëpi, që i kam dërguar lekët Elisabetës çfarë ka vendosur gjykata, unë thjesht në Elisabeta dua. E para mos më shqetësoj në telefon se unë bashkëjetoj tani me dikë. Edhe thjesht më ka bezdisur edhe atë personin, ai personi dje ka ikur në shtëpia, jam vetëm sot. Kam qenë në spital dje se më ra të fit, se më erdhi e papritur ajo gjë, më ka ngritur drejtori që punoj, më ka ngritur, isha blyer në gjak. Si i thon, thjesht na Elisabeta unë dua kaq, mos më shqetësoj më me këto. Jo, nuk i moj ato që ka thënë Elisabeta, janë të vërteta, jam konshient, unë nuk jam burracak që të them nuk e kam dhunuar, po ka ndodhur. Ka ndodhur, pavarësisht se Elisabeta më ka çuar deri në atë pikë që unë të ngrija dorë mbi Elisabetën. Po nuk është gjë e mirë kjo dhuna, nuk është gjë e mirë. Pavarësisht se Elisabeta më çonte deri në atë pikë sa unë mos të logjikoja më, unë thjesht Elisabetës i kërkoja më lër 5 minuta të lutem, që unë sa të reflektoj apo të logjikoj, se kështu si jam i nevrikosur apo gjë nuk di si reagoj. Unë reagoja keq, mbas 5 minutave bëhesha pishmend për atë që kisha bërë. Nuk e di unë se si mund të quhet tradhti, nëse mund të shkruash dikë me mesazhe në Facebook, se kjo gjë ka ndodhur në 2014, mos gaboj, në 2000, më fal. Po, diçka e tillë, nuk e kujtoj mirë datën. Kemi pas djalin sëmur, nuk e di nëse mund të quhet tradhti kjo, që të shkuash me një person pa e takuar apo pa një kontakt fizik, mund të quhet tradhti bashkëshortore. Unë nuk e di nëse kjo është tradhti bashkëshortore, atëherë jam unë gabim. Elisabeta më çonte deri në atë pikë, nëse do kishte një debat, Elisabeta do ngrinte zërin më shumë në atë gjithë, donte që të dëgjosh vetëm Elisabeta. Pavarësisht edhe unë reagoja keq, po Elisabeta nuk më linte rrugë, unë i thosha më lër të qet 5 minuta mos më fol, sa të qetësohem, edhe e zgjidhim këtë problem. Elisabeta fillonte më keq, më vinte në fytyrë, bërtiste, u kthej të gjithëve ndaç mua, ndaç prindërve të mi, të gjithëve. E më çonte deri në atë fazë që unë s'dia si të reagoja, e humbisja komplet të ruan, edhe do ushtroja dhunë mbi Elisabetën. Të ndalemi pak tek dhuna që i ke ushtruar bashkëshortes. Si ndjeni ju në këto momente si baba, por jo vetëm, ju keni dhe një vajzë. Pra keni ngritur dorën ndaj ish bashkëshortes tuaj në sy edhe të fëmijëve.
Kjo gjë ka ndodhur shumë pak, po siç e kam thënë edhe dielën që i kam dërguar vokal regjis, nuk e di nëse ju e keni dëgjuar. Un kam një çup, kam motër, kam nën, edhe mua një ditë nuk do më vinte mirë që të më vinte çupa në shtëpi, të më thoshte babi mua më ka rrahur burri apo ka ushtruar dhunë, nuk është gjë e mirë. Pavarësisht se 90% i fajt është i imi që kam ngritur dorë mbi Elisabetën, unë këtë nuk mund ta mohoj e nuk mund të gënjej që se kam bërë apo në një gjë tjetër. Po që nuk është gjë e mirë kjo punë e dhunës. Thjesht unë për momentin që ka ndodhur kjo dhuna, unë e kam humbur të ruan fare sepse Elisabeta më çonte deri në atë pikë sa unë mos të më falni, mos të logjikoja më se çfarë bëja. Mbas 10 minutash e mblidhja, pastaj i kërkoja falje. Si thonë, Ilir, që vlerë ka më falë kur ke ngrënë shpullën. Çfarë bënte Elisabeta që ju detyronte të ngrini dorë? Sepse nuk i kërkoja gjë tjetër, i thosha të lutem më lër 5 minuta të qetë, sa të qetësohem, të logjikoj. Elisabeta në ato momente fillonte më keq, sa vinte më bërtiste në fytyrë, më afroish, në një farë mënyre më provokonte. Elisabeta më tha që ju ka shkruar sërish. Po. Çfarë ju shkruan Elisabeta, për çfarë ju kërkon? Elisabeta më kërkon më ndihmo me 50 euro, më ndihmo me këtë, më ndihmo me atë. Elisabeta i ka marrë lekët e fëmijëve, një në muaj siç e ka caktuar gjykata. Elisabeta se ka problemet e saj familjare apo ka borxhet e saj me bankën apo me ndonjë gjë tjetër edhe do që ta ndihmoj unë, e kam thënë kur të kem, do të ndihmoj edhe me lek, si thonë, me lek shtesë, jo vetëm ato që ka caktuar gjykata, por unë kur nuk kam, unë s'kam si ta ndihmoj Elisabetën. Elisabeta më thot, mi dërgo se dua unë. Unë kur s'kam çfarë ti dërgoj shpirtin? Nuk kam, e them troç, nuk kam. Çfarë ti dërgoj shpirtin? Ama kur kam i kam dërguar. Elisabeta kërkon ndihmë, po kur flas me fëmijët më thot, siç e ka caktuar gjykata, do flasësh një javë me fëmijët. Sepse djali tani qëndron te prindit e mi sa të vi në gusht, që ta marr djalin se Elisabeta se mban dot, se kështu ka thënë. Mund ta konfirmoj dhe Elisabeta që ka thënë nuk se mbaj dot djalin se nuk rri. Djalin do ta marr këtu në Itali, do jetoj me mua dhe me bashkëtuesen time. Afër kam time motër që do ndihmoj edhe ajo. Djali do shkollohet këtu. Nuk e mbaj dot thot se djali bën zhurmë me maman time, nuk rri, zihet, vërtet. Elisabeta ka probleme me të jemën dhe te i del thot që unë dua një shtëpi, që ti kimi me maman time të jetoj në një shtëpi dhe mua më thot që mamaja ime po më nxjerr nga shtëpia, mua më duket pak e çuditshme kjo gjë. Pse nuk Elisabeta, më fal se nuk dua të ndërhyj në jetën e saj private, pse nuk denoncon të jatin Elisabeta që ka 30 vjet që ushtron dhunë mbi të jemën e saj? Pse nuk e denoncon atë Elisabeta, apo nxjerr preteksin Elisabeta se do shtëpi tani edhe duhet të kryqëzohem una? Ju përgjigjeni fëmijëve me anë ekonomike? Normale që i përgjigjen fëmijët, janë fëmijët e mi, janë gjakujmi, ka me dokumenta unë lekët që i kam dërguar Elisabetës, çfarë ka vendosur gjykata. Për ta përmbyllur zoti Ilir, cila është thirrja juaj për të sqaruar edhe pozicionin tuaj si baba dhe ish bashkëshorti i Elisabetës? Nuk dua asgjë tjetër, unë siç ja thash në fillim fare të bisedës, unë dua që mos më cënohet privatësia. Elisabeta me jetën e saj mund të bëj çfarë doj, nuk e ndaloj dot unë, edhe po të krijoj një lidhje apo diçka tjetër nuk ja ndaloj. Fundja fundit është nëna e fëmijëve të mi, pavarësisht se kemi pasur shumë debate, shumë debate. Në fund të ditës, si thonë, është nëna e fëmijëve të mi, është gruaja që më ka dhuruar 2 ëngjëj, dhe nuk dua ta shikoj keq. Po thjesht unë dua atë privatësinë time, dua pak atë qetësi. Siç i ka munguar Elisabetës në këto 10 vjet apo 12 vjet që kemi pasur martesë,
Ashtu më mungon dhe mua ajo pak qetësi. Dje më kanë gjetur në mes të sheshit të lyer me gjak. Kam qenë në spital, kam bërsorume, mata tensionin tani, tensionin e kam 55 që edhe njerë po të mbje të fik, dhe punoj edhe në lartësi, qa më mbetet mua pasaj, qa më mbetet të prindërve të mi, unë nuk dua që Elisabeta të më shqetësojnë në telefon të më thot më ndihmo me lek, apo kur të vi data e pensionit të fëmijëve, lekët ja dërgoj. Për gjë tjetër unë nuk dua që Elisabeta të më marrë në telefon apo në gjë apo të nxirri pretekstin se Elisabeta nuk jeton dot atje, edhe do shtëpi edhe të kryqëzohem unë, pavarësisht se gjërat që ka thënë Elisabeta për dhunën janë të vërteta, nuk i mohoj. Kaq kisha unë këtë dua nga Elisabeta. Faleminderit zoti Ilir. Faleminderit edhe ju.